nga ne qëtësan. A e dini që ka ndodhë në Japoni? Një tren u nis 20 sekonda më herët. Pra kemi të bëjmë me sekonda, ju me minuta e as me orë. Edhe kompania e linjës së trenit ka dalë me kërkim falje publike. Në vitin 2017 në Japoni, në një stacion të vogël, treni i linjës Tsukuba Express duhet të nisej në orën 9:44 minuta e 40 sekonda. Por stafi mendoi se ishte koha të nisej dhe e mbylli derën pak më herët, pra 20 sekonda. Po cili ishte rezultati? Asnjë pasagjer nuk u ankua, as kujt nuk i humbi treni dhe as kujt nuk i ndodhi ndonjë dramë. Por në Japoni një devijim kaq i vogël është shkelje e rregullit. E atje rregulli është i shejt. Pra çuç edhe thash, kompania doli me një deklaratë zyrtare. Kërkojmë ndjesë të thellë pasagerëve tonë. Treni ynë u nis 20 sekonda më herët nga orari i duhur. Përkundër kësaj ka kompani që edhe nëse vonohen një orë nuk kërkojnë ndjesë, sidomos në Kosovë, pe dim që shenë. Pra në Japoni kjo është profesionalizëm. Në Kosovë edhe nëse nishet një orë ma vonë, nuk ka spjegim prej kërkujt. E leje ma me pas dikon me anku. Ajo edhe ma heq zban. Por nështë ta shumë për juve keni me pyet pse 20 sekonda janë kaq të rëndësishëm në Japoni. Sepse trenat në Japoni janë të sinkronizuar me orë atomike. Pra, kur thojnë 9:44 minuta e 40 sekonda, nuk është që ato dikon, po është fix sakt. Pse kjo? Për arsye që krejt punëtorët me arritin në punë me sekonda, edhe që lidhjet e trenave të mos prishen. E përkundër kësaj, nëse treni vonohet 1 minutë, jo sekonda, pasagerët kanë drejt me marrë certifikat vonese për me e tregu te puna. E kur treni niset para kohe, nëse veç edhe një pasager ka mbet mrapa, do të thonë nuk e ka mbri trenin, kjo konsiderohet si dështim i sistemit. E kur të menojsh krahasimi mentaliteteve, Kosovë-Japoni është komik. 20 sekonda më herët skandal kombëtar. Në Kosovë, 20 minuta më vonë, nalën edhe menoj njerëz qysh më ka qare të ardhë. Sepse kjo tregon për kushtimin e jashtëzakonshëm japonez ndaj detajeve. Tjetra është respekti ekstrem për pasagerët dhe faktin se sistemi funksionon jo vetëm se kanë teknologji, por se cili njeri atje mban përgjegjësi edhe pse gabimet për dikon mund mu dok çesharakës, si për shembull ç'kjo për 20 sekonda. Me një fjalë ky është nivel tjetër i qytetërimit e qytetna nuk e di kur ka me mri. E unë po du me dit, a ka ndodhur që ju ka vënë ndonjëherë autobusi ose treni, edhe a keni biseduar ndonjëherë me shofer ose me konduktor me arsyen pse u vonu.